Profesori Milazim Maraj në një prononcim për Bota sot ka deklaruar se presidenti serb Aleksandar Vučić në SBA përjetoi një dështim diplomatik, duke mos u pranuar 2 herë nga presidenti Trump, ndërsa në BE po bëhet gjithnjë e më i papranueshëm, madje duke fyer deputet europian. Ai ka theksuar se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është pritur me nderime në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian. Gjendja e rëndë politike në Serbi dhe orientimi drejt një rënje të ashpër ekonomike, Vučićin dhe rrjetin e tij mafioze ka sjell pranë një lufte civile. Në SBA, Vučić po ashtu pasoi një debakël. Qëndrimi i tij ishte mjaft i dëshpëruar, 2 herë ai nuk u pranua nga presidenti Trump. Në BE ai për çdo ditë është edhe më i papranueshëm. Si dëshpërim, ai ofendon deputetët e Parlamentit Evropian, për çka pati edhe reagime. Tani çdo lëvizje e tij të tregon të mbyturin në ujë i cili mundohej të shpëtojë duke u kapur për një fije bari. Pritja e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në SBA dhe kudo në BE është e shkëlqyer. Fjalimet e saj përcillen me duar trokitje, sado që edhe ne kemi problemet tona, pa u themeluar ende kuvendi po hyjmë në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen në 12 tetor. Vučić gjatë kësaj kohe mundohet të qetësojë protestuesit e vet me gjoja përgatitjen e fqinjve për luftë dhe rrezikun që do të ketë Serbia nga fqinjet, se BE-ja është kundër Serbisë e tjerë. Për këtë ai përmend marrëveshjen për mbrojtje të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, ka shpjeguar ai. Sipas tij, Vučić përdor paradën ushtarake si shfaqje force ndaj protestuesve dhe fqinjve, ndërsa Kosovën e përdor si mjet politik për të mbrojtur nga kundërshtarët e tij. Në këtë gjendje pranë luftës civile në Serbi, Vučić mban paradën ushtarake për të treguar dhëmbët fillimisht para protestuesve serb dhe pastaj ndaj fqinjve. Këtë paradë quhen Serbia unike, pikërisht i vë emrin unike, kur ajo jo vetëm që nuk është unike, por është shumë e acaruar dhe shumë e përçarë. Në të njëjtën kohë, fija që e ka mbetur për të folur dhe për të ngjitur në të është Kosova. Me fjalën Kosova në gojë ka ardhur në pushtet dhe me këtë mundohet të shpëtojë nga kundërshtarët e vet serb. Deklarimi i tij se do të ketë luftë dhe se të gjithë po përgatiten për luftë dhe fqinjet po përgatiten kundër Serbisë, është një deklarim dhe vlerësim publik që për të ndikuar në uljen e tensioneve në Serbi me përdorimin e frikës gjoja nga rreziku që i vjen Serbisë nga fqinjet, pra për konsum të brendshëm. Ky në BE deklarohet se Serbia do të bëjë çmos që të mos ketë luftë, ndërsa në veri të Kosovës nuk pushon së dërguari misionar për të treguar se ata janë këtu dhe se situatën e mbajnë të ndezur për të mos e lëshuar Kosovën. Ekspertë të shërbimeve sekrete ruse dhe serbe kanë sjellë në Smederev për të ushtruar grupe diversantësh e sabotuesish pro-rus dhe pro-serb dhe për t'i shpërndarë ata në përbot për interesa të trekëndshit Rusi, Kinë dhe Iran, si dhe për të krijuar përçarje, ka thënë ndër të tjera ai.